e ka. Kështu që ai krijon, për mendimin tim, ai ka me kriju edhe një hapësirë disa mujore, ndoshta deri në fund këtij viti, për me i arrit qëllimet e veta. 45 ditë është nga momenti. Po tani do të jenë me 12 ose 19 prit. Po, masanej ka zgjedhjet të masanej, po ka ankesa, ka 100.000 procese tjera. Po dikun ka qershori do të bëjë qeveria. Ajo që i konvenon në fakt është që këto, domethënë, 2 antarë po m'duket, gjykatës kushtetuese ju s'ka dhënë mandati apo 5? 5. Në ngusht, 2 vetë tash. Gjykatës kushtetuese del konkursi me datën 27. Po del, po nëse s'ka kuvend. 2 tashmë kanë nëse s'ka kuvend, ju ka lënë që metin pa 7 antarë gjykatë. Po, nëse s'ka kuvend, domethënë s'kemi as gjykatë kushtetuese. Edhe nuk ka mundësi as ankesat më shqyrtu në gjykatën kushtetuese. Kështu që secila situatë është në favor ti. Edhe nëse shkojmë zgjedhje, edhe nëse e bojmë presidentin. Prandaj mendoj, për mendimin tim, unë mendoj që më mirë me shkon zgjedhje. Opozita s'ka ça hub në zgjedhje. Okej. Absolutisht s'ka ça hub opozita, dhe është shumë më mirë me hedh me provu veten. E jo me struk, kështu që në struk. Me që ti e ke parash ti fakti